Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të sjellur pranë jush një qëndrim të një zotriut i quajtur Nevruz, i cili ka folur për gjestin, ka ndarë momente të gjestit. Këtë lajm ma solli zonja Elvira në Facebookun tim privat edhe më tha nëse do mundesh që ta komentosh, ta transmetosh përballë publikut atë se çfarë ky zotëri ka ndarë, thash me patjetër. Zotëria thot kështu: le të thot dikush se cili nga banorët i ka dhënë këto mesazhe pozitive shoqërisë sonë. Të duash vetveten e ta respektosh atë, e para. E dyta, të duash Zotin dhe të mbështetesh tek ai. E treta, të duash familjen e të sakrifikosh fort për të. E katërta, ti duash njerëzit e ti ndihmosh sa të mundesh ato. E pesta, të luftosh fort me fatin e keq e ta ndryshosh atë. E gjashta, thot zotëri Nevruzi, të mos jesh ushtarak besnik i rregullt, por edhe ta thyesh atë për hir të dikujt. E shtata, të duash jetën me gjithë sfidat e saj. E teta, të dashurosh me maturi që t'i rëmbesh zemrën dhe shpirtit një njeriu që do të bashkjetoj me ty. E nënta, të mos ofendosh askënd, por ta kalosh jetën me të qeshur. E dhjeta, të luash qofte edhe në mënyrë fëmijërore, pa kokçarje, e me lojë të zbuluar edhe të zbulosh dhe të zbukurosh jetën e të tjerëve. Dhe më pas, e 11, mërzin dhe vetmin mund të amposhtësh vetëm me të qeshur e me shoqëri. E 12, të duash lirin e të thyesh çdo barierë për të fituar atë liri. E 13, të jesh i çiltërt me njerëzit. Dhe më pas e 14, të guxosh të këpusësh një lule dhe kur të mos mundesh dot ta godasësh atë lulen. E 15, të mos i trëmbesh asnjë rreziku për të shijuar sa më shumë jetën tënde e shumë gjëra të tjera. Këto mesazhe ja dha shoqërisë sonë një gjest i vogël por madhështor. Askush tjetër, gjithë debatet, grindjet, trazirat e Big Brother VIP që bën të tjerët vetëm se në lojë, nuk bën asnjë gjë tjetër. Përqendroheshin vetëm se si ta fitojnë çmimin e madh dhe asgjë tjetër pa ditur rrugën se ku duhet të kalosh për tek ky çmim. Gjesti nuk bëri intriga e as prapaskena, ishte i drejt për drejt me publikun, me banorët, me ata që e ndjekin anë e mban botës. Gjithë po kapen sa shkollë ke dhe harojnë se shkolla të jep dije e informacion që të jesh një qytetar i denj i kësaj shoqërie. Por nuk është më e madhe se shkolla e jetës, ajo të jep një diplom, po shumë. Bile shumica e njerëzve në përbot nuk e kanë pas fatin që të jenë të shkolluar, por praktika e jetës i ka mësuar të jenë më shumë inteligjent se të gjithë ata që kanë mbaruar një cikël studimi. Prandaj gjesti është vërtet madhështor. Dikush pretendon se sillet me të mbathura në përshpi dhe e quaj në turp, jo more zotrin, se turpi nuk është të rish me të mbathura në përshtëpi. Më pas zotria vazhdon, por të jesh person i drejt, të jesh njeri me rregulla. Por praktikat e jetës i ka mësuar të jetë shumë inteligjent se ata që kanë mbaruar një cikli studimi. Prandaj, gjesti është vërtet madhështor. Dikush pretendon se sillet me të mbathura në përshtypi dhe mund të bëjë lojën, por këtë nuk mund të arrijë në asnjë mënyrë. Aty në Big Brother VIP ka artistë që janë kaq të zhveshur dhe artiste që janë kaq të zhveshura sa nuk u themi asgjë, i mbyllim syt e gjykojmë një djalosh më se normal në sjelljen dhe kulturën e tij. Edhe këtu gjesti është fitimtari. Ai e do atë dhe unë e vetë më shumë se të gjithë çfarë janë aty brenda. I këndon me shpirt jetës edhe dashurisë, përkundër banorëve të tjerë që për hir të mallkuarës para e etikojnë me epitete të rënda nga ndjesia kombëtare, edhe pse është gjaku e shpirti i një pjesë mjaft të vyer të kombit ton siç është Kosova. Përfundimisht, jepni Cezarit atë që i takon, jepni gjestit madhështinë që meriton, me respekt
thjesht një dashamirës i karaktereve të tilla si Gjesti. Jepni Cezarit atë që i takon. Kështu ka thënë zotri Novruzi në një komentim të cilin e ka patur në rrjetet sociale. Dua të ndaloj pak tek këto të ashtu quajturat komentimet që po bëhen për një çun 24 vjeç për bullizimet që ne si shoqëri, të paktën unë si gazetar, si komentues, më quani si të doni, kam trajtuar tema shumë të mëdha për bullizimin, kam trajtuar tema shumë të mëdha për etiketimet që ne kemi bërë tek të tjerët duke mos ditur backgroundin dhe duke mos ditur atë se çfarë ato kanë kaluar në jetën e tyre. Fatmirësisht, Gjesti tregoi në rrëfimin e tij në Big Brother pa filtra, që unë realisht i dua këto njerëz pa filtra, sepse ne nuk mund të bëhemi ato që ne pretendojmë të bëhemi pa treguar se kush ne ishim. Dhe në fakt Gjesti këtë gjë bëri. Ai tregoi kush ishte ai. Tregoi që ishte Gjesti i cili ishte detyruar që të lërë shkollën për të siguruar bukë për familjen e tij. Kishte punuar me orare dhe pa orar duke larë makina vetëm e vetëm që të nxjerrën 100 darkë që t'i dërgon nënës së tij për të blerë bukën në shtëpi. Dhe normalisht dëshira jon mund të jetë shumë e madhe për shkollë, por në qoftë se ne nuk na premtojnë të ardhurat që ne kemi dhe familja jonë që siguron me aq mundësi sa ato kanë, pasi që prindërit e Gjestit treguan prindër të ndershëm dhe prindër të cilët ishin munduar që me djersën e tyre të punojnë me aq sa fati mund të jepte dhe të rrisnin fëmijët e tyre po në atë fshat të vogël në qytetin e Pejës. Dhe kur dëgjoj disa nga ato banorë të cilët ndoshta shkolla mund të kenë mbaruar, ndoshta diploma mund të kenë marrur, ndoshta mund të kenë arritur me ndihmën e familjarëve, kanë patur baballar të pasur, kanë patur miq të pasur në rrethin e tyre dhe kanë kontribuar në suksesin e këtyre, dhe po ofendojnë një djalin i cili nuk e njihte një X aktorin apo nuk e njihte se kush ka qenë një personazh i njohur në Shqipëri, gjëra të tjera në një sfidë që vllau i madh u dha, mua nuk më duket etike. Unë jam i mendimit dhe kam qenë gjithmonë pro që të mbështesim njerëzit të cilët kanë talent. Talenti nuk varet në shkollën. Shkolla është një libër që ne mund të mësojmë gjatë gjithë ditës, mund të marrim një informacion i cili ndoshta edhe nuk na vjen shumë në jetë, sepse rrugët e jetës gjithmonë ndryshojnë nga ajo që ne të tërën e planifikojmë dhe bëjmë planet tona. Dhe Gjesti më pëlqen për sakrificën, për atë se çfarë ai ka bërë. Ato të cilët e kanë përballuar apo e kanë jetuar në një farë mënyre pak e shumë jetën e Gjestit, e kuptojnë shumë bukur se çdo të thotë të kesh një ëndër të madhe, çdo të thotë të sakrifikosh për atë ëndrrën dhe të kesh vetë besim, të kesh besim në veten tënde, se të dalësh nga shtëpia dhe të kesh vetëm hënën e cila po të ndjek ty dhe ti të mos kesh asnjë lloj fotografie para vetes tënde se ku ti do të shkosh dhe çfarë ti do të bësh, domethënë është i vetmi Zoti, mrekullia e gjithçka ajo që ti të ndihmon dhe të sjellën në piadestalin ku ti ke arritur. Dhe Gjesti vërtet arriti në piadestal. Pa marrë parasysh që banorët e tjerë mundohet ta injorojnë, mundohet ta ofendojnë, pasi që ato pretendojnë se janë më të zgjuar, pretendojnë se janë më të shkolluar, unë mendoj që jeta Gjestin e ka bërë që të jetë aq shumë inteligjent, sa që tash ai mund të kupton gjërat me shikim, mund të kupton gjërat me mimika, sepse e folura e trupit është një mënyrë shumë e bukur për të kuptuar atë se çfarë dëshiron të thotë tjetri, dhe kjo është ajo pika që Gjestin do ta ndihmon shumë në jetë. Gjesti është fjalë pak e punë shumë. Dhe kështu që unë dua që gjithmonë ne të mbështesim të drejtën. Unë kam qenë një gazetar që gjithmonë kam mbështetur të drejtën dhe t'i japim zë kësaj të drejte. Ju vazhdoni na ndiqni me subscribe, ne do vazhdojmë të sjellim lajme të radhës.